Nuk e kam hëngër ushqimin tonë. Po unë e kam bërë pa. Po se ke hëngër, se ke bë për mua. S'ke dashur ti aje. Jo. Jo, ishte për ty. Ishte për ty. Te proja zemra. E kemi përgjit te Ka qenë për ty, nuk i dashur ti ta, aje është punë tjetër. Unë e vija për ty, ti aje për dikoj tjetër. Edhe jo në fillim kur ishte me Kelin, me këta, ti ka ndodhur. Dëgjoj. A di çfarë më dyshoj? Çfarë nevojë që s'më kryen ti, që s'më plotson, atë në fut se ti me betimin sot e bën e preshë. Për këtë kam frikë. Edhe diçka po ta them. Po ta them edhe diçka sonte, se ti po shkove me fshinjat e me bë kët që ai ke me tjetër kanë, me mos në vi nuk mbindo. Ajo ka me qenë hapi parë që keme bërë. 100%. Ma premton? Për Zotin. Besën e Zotit. Për Zotin, unë kam të mesazhet. Unë kam të mesazhet. Nuk du me di. Jo, unë kam të mesazhet jashtë. I kam gjitha me mesazhet. Se ke pa dhe reagimit tim zemra. Jo, shumë bukur. Unë kam mesazhet jashtë. Kam mesazhet jashtë. Në trem shumë zemra. Për Zotin e madh, atë sa më trem. Vërtet? Për këtë. Të foli drejtë tash, se unë s'kam qenë kurrë zemra. Okej, do të them diçka. A kam të drejtë apo jo? Vetëm diçka. S'kam qenë kurrë. Mirë, në rregull. Ti mendon se unë kam akoma një ashtu, mund të kem diçka? Trem, pse s'm plotson? Mirë, okej. Dëgjoj mua. Vetëm po ta them. Kam 2 vite të ca ndar. Kam 2 vite të ca ndar, edhe ai këtu. Mos fal llafe veç. Nëse kam 2 vite të ca, unë kam qenë në Londër, ai personi është në Itali. Kam 2 vite të ca që në zero. Më mbeti si ka qenë me këtë djalin. Ta kam thënë Rozan nëse unë nuk kam problem. Nuk du. Po të them se si janë gjërat. Jo, kemi të qetë që ajo gjë është mos e mbyllur. Sepse po nuk mora unë t'jap. Unë jap. Ama po nuk mora mbrap, sepse ti nuk më jep kohën tënde. Ti nuk e ke prioritetin te mua, nuk i ke si te mua. Nuk i ke. S'po ke thënë një për një kafe. Edhe atë që ke bërë te suita, e ke marrë, ke hedhur poshtë. Ke thënë, mendoja se ishte